Nuk është asgjë, as për të nënçmuar, as për të dalluar pse një imam, sepse një imam ka dhe tjerë aty, mos i përmendim me emra. Mund të jenë edhe klerik tjerë, të janë qytetarët të vend, nëse vendoshet merret, futet në t'jap kontributin e vet, mund të bëhet aq më tepër ky zotëriu i cili ka marrë besimin e qytetarëve relativisht mirë. Dikon 17.000 vota më zgabosha dje i ka pas. Dhe pse të mos jetë? Nuk ka asgjë të keqe, ndërkaq sa i përket pikpamjeve, përsëri parlamenti nuk është unison. Edhe brenda partisë, fundit është pikërisht ka diversitet, pra është divers, dhe diversiteti shprehet përmes pikpamjeve, ideologjive, ideve të partive politike. Po edhe brenda subjekteve politike ka grupacione edhe individ që mendojnë ndryshe. Ju po mendoni ndoshta te ai rasti i atij kodit civile, ligjit për fekondimin. Po, ka pasur... Ka pasur shumë në rregull të ketë. Edhe nëse doni ta dini, është shumë normale që qytetarët e këtij vendi, të cilët e kanë marrë besimin e popullit, të jenë këmbgulës në rujtjen e vlerave tradicionale. Shikuesit e juaj, rujtja e gjenetikës nacionale dhe biologjisë nacionale është detyrë e secilit, është detyrë kombëtare, po edhe detyrë njerëzore e secilit njeri. Trumpi, që është, kur si erdhi tash mandatin e dytë, tha, në Amerikë ekzistojnë dy gjini. Dhe e zgjidhi problemin. Ne kemi pasur një propozim kemi dispozita të tilla ambiguitive, shumë kuptimshme, edhe në kushtetut edhe në ligjin për familjen e në disa ligje, në një nen atje thotë për martesë të një gjinishme. Është normale që të ketë mendime ndryshe aty. Unë mendoj që është krejt korrekte që natyrën që ka krijuar krijuesi, universi, Zoti, Perëndia, të mos e kalkulojmë as mos e stërkeqim. Dhe kjo do duhet ishte detyrë edhe shtypit, edhe mediave, që thjesht të vlerësohen mendimet e tilla, pra edhe nëse dikush tjetër ka brenda një subjekti politik diversitet në mendime, përkundrazi e begaton, unë mendoj, edhe kuvendin edhe skemen politik.